dhe pishuam dhe. Po. Qysh është ligjërisht të rregulluar nëse shkëputet kontrata për njënës palë? Në varësisht për marrëveshjes, për kontratës, apo ka një ligj caktuar për këtë, për shkëputje të kontratës? Te kontrata duhet me pas parasysh sepse te drejta detyrimet të prishja palti përcaktojnë para nënshkrimit saj. Ato mirën vesh kur ka më prish kontrata, cilat janë kushtet që çojnë te prishja e saj, edhe në atë mënyrë parashojnë edhe klauzolat çka nëse njëra palë nuk i përmbush obligimet e detyrat e saj dhe vjen deri te prishja e kontratës. Okej. Ka shumë raste të tilla kur kontrata prishet për shkak që artisti nuk i është përmbajt kushteve të saj, ka edhe raste kur produksionet, kompanit nuk i përmbushin ato dhe vjen deri te prishja e kontratës. Prishja e kontratës duhet me pas parasysh e bëhet në dy mënyra. Një mënyrë është me inicim të njërës palë, edhe mundet me ardhë përmes gjykatës kompetente, edhe njëra mënyrë me negocim të marrëveshjes. Për shembull, palët bien dakord që ta ndërprejnë bashkëpunimin me marrëveshje, njëra palë obligohet m'ia përmbush nëse mirën vesh për obligimet e detyrimet të cilat i kanë përcaktuar me atë kontratë dhe vjen deri te prishja e saj. Nëse nuk mund më mirë vesh, atëherë rruga vetëm instanca fundit mbetet vetëm gjykata. E çka ndodh me projektet nëse janë nis, këngë, videoklipe, shpenzime që ka pas një artist, nëse shkëputet, çka ndodh mes kompanisë dhe artistit? Me shpenzimet që ka bërë kompania për çat artist. Po them, nëse arrihet një marrëveshje jashtëgjyqësore pa shkuar në gjykatë, mund të mirën vesh këngëtari, menaxhmenti i tij me kompaninë, nëse mund të mirën vesh për gjitha shpenzimet, gjitha krijimtarinë që është bërë për shumat që janë pagu, zgjidhet me marrëveshje. Nëse jo, atëherë duhet me vazhdu me gjykatë përmes ekspertizave, me provu me ekspertiza financiare, sepse është shumë e lehtë me vërtetue për kostën, për shpenzimet që janë bërë, qoftë për krijimtari, për publikime, për klipe e tjera. Po, në këtë rast kur kem të folë për Gjesën dhe Onimën, unë që di që se i kam lexuar disa komente veç edhe u diskutu nëpër media që Gjesi është në menaxhim të Erkondit të Onimës, që nuk është e vërtet, se Erkondi, me sa e di, e menaxhon vetëm kanalin e YouTube-s, domethënë veç publishing apo. Po, është shumica nuk arrin me bë dallimin mes menaxhimit artistik edhe menaxhimit të distribuimit të publikimit të këngëve. Edhe unë sa di, Gjesti ka pas një menaxhment këtë tjetër, ndërsa për projektet për lansimin e tyre në platformat digjitale ka pas kontratë me Onimën, edhe më duket edhe një vjet e gjysë, mos gabofsha më duket, është valide. Po, qështu, s'kam informacion, sa po ka probleme me, apo, e ke vrejtë që në këtë e fundit, dhe më thonë 2 vitet e fundit, kemi pas shumë probleme tilla mes artistëve dhe menaxhmenteve. Ka shumë probleme, Se s'po ka në fillim, po gjithmonë ofër skadimit të kontratave. Sepse në fillim artistat e ri kryesisht kanë përkraje, kanë nevojë për përkraje edhe bojnë marrëveshje me menaxhmenta, të cilat marrëveshje kur po dhezën artistat e ri, tanaj po dojnë me ndryshu me çdo mos ato kushtet kontratës edhe po vinë deri te këto farë problemet të cilat edhe i di me pishuan për ditë. A kanë drejt me kërku me ndryshu? Jo. Okay. Jo, nuk i drejt më shutin një menzes edhe me ndryshu kontratën. Këto zakonisht duhet më bë përmes rrugëve institucionale. Duhet me pas parasysh se nuk mundet një kontratë që e kitë kozgjatin e caktume. E ki një kontratë ta zom 3 vjet, 5 vjet, pe bën një këngë, po të dhejës kënga e mirë, tash më quti me ndryshu, e nëse ai menaxhment ta zom ka investu 5 vjet, 10 vjet, tash po që është ti për një këngë që të ka dhejës me ndryshu, dhe pak mi pas edhe parasysh edhe onën morale. Do gjegja me qenë po. Sa ko drejt një artist nëse shkëputët, do më thonë pinjonës po që veqet se ka ma herët në kontratë, sa ko drejt me lidh marrëveshje me njerë me një menaxhment tjetër, ku janë pasoja këto? Ketë kë bimi varet pej kontratës qyshe ke përcaktue.
Nëse ti në kontratë nuk e pas penalti që janë ndalën një kohë zgjatje, për shembull, nëse largohet prej një personi, nuk ka drejt me shku për një periudhë caktuar të kërkosh, atëherë do të më respektu që ajo farë E nëse është në kontest gjyqësor ende kontrata? Nëse nuk e kanë të përcaktuar me kontratën, në rregull është. Nëse është e përcaktuar që nuk ka drejt, do të më respektu kushtet e kontratës. Domethënë deri në momentin sa zgjidhet kontrata, nëse është Po folim për raste hipotetike, po në rast se është një artist edhe ka të përcaktuar me kontratë me menaxherin që e ka, që pas përfundimit asaj ose vjen të ngatresa gjatë kozgjatës kontratës që e ka të përcaktuar me ndonjë klauzulë në kontratë që nuk ka të drejtë me shku për një periudhë përcaktuar të ndonjë menaxhment tjetër, atëherë ka të ndaluar me shku, për shkak se ka qenë i vetëdijshëm kur e ka nënshtruar kontratën, është i moshës madhore, ka kuptuar kontratën edhe duhet me respektuar. Po,